Njerë dështok, dështuëm në familje, në Lazillak, njerës që faktikisht... Qëra, mi ofendu kështu nuk banë. Ke kush ke nuk banë. Vëllaja, mi është opinionin jemi, ty kur kush nuk vërtet. Mu litëm vërtet, dikush nëse thamë. Jo, mu po mdo këtë kesh ti si hoxh me prek në familje, e në këto nuk besoj që ta thëmë ty me thamë. Nuk është mirë. Nuk është mirë. Une ato që ka thamë, një rast konkret, njerës të cilët... Mu s'pun pelqen, dhe në thot për një hoxhe me një, dhe në thot më janë jelos familjen dikuj, ku e diti qëfar familje ka? Kujnë janë një familjen për grupit Deçanit ti? Cilit? Përsen? Një veçtuma, që janë një familjen. Nuk ka marrë të me full me emna. Po ti thoi, familje dështum. është e vërtet. Po si një që e nje, veç një thuj. Atëherë tjetër sa po thuhet. Jashta grupit Deçanit. Po mu sta njëllosën familjen, leti individ e caktumë. Po nuk na i po të neve e drejta me janë njëllosë dikuj në familje. Derisa, Emanuel, ma herë thash, institucioni kryesor. Si lej shprese, ja që jam të mbrojt grupin e Deçanit. Derisa i peshpia Kosovës nuk e nje lëvizjen e Deçanit sa e lijune, që është brejnë, dhe më dhështë lëvizje individuale. Mu më interesant. Po si më i thoni dështum ati kur del shemull për bëjnë një dhe ndërnis me pjesëbarë dhe rren në pik ditës. Pëntëri arsimit thët, në gjami nuk në alon me pjesë. Po në gjami lom edhe me tirë që, e lom me mahram, e lom me shurë. Më s'pejthon ati dështuma? A i rëndës. Po është i rast individuale, po më në ju. Rast individual. Një rast do është me e marë, me të regu Emanuel në Seblejan, në fund shekullin e 19, një hoxh ka qenë atë Martin Sirdoni, ka qenë i njohtur, ka betër jetim, 2 bineq. I ka rritur, ata ka qenë katolik, dëgucis, fund shekullin e 19. I ka rritur një hoxh, dhe kur janë drejt i ka këthy në kish, në shkollën nëse ka bëj. I ka thonë gjuj, këto po e du me thonë hoxh. Toleranca, mirëkuptimi, bashkëtesa, këto duhet i gjemë që na bashkujnë. Këto duhet i, se kemi shumë raste, duke për ashtu raste individuale. Prandaj vlerësoj, edhe lëvizja e Deçanit, duhet kuptohen ndështë si diçka që ndështë po ndihen ma shqiptarë me qenë të krishterë. Jo, më s'po thojnë ata ma shqiptarë. Lëvizja e Deçanit s'po thot bënë të krishterë, nëse ke shkëptani. Ata po thojnë më konë veç shqiptarë. Nuk po thojnë të krishterë. Kjo tem tjetër. Ja, po, kanë thonë fillim, po tash po thojnë më rikthyn fenë të porve. Ja, nuk konë lëvizja e Deçanit, po thot na do më konë veç shqiptarë. Unë s'po hynë gjykime. Është këpi lëvizjes Deçanit. Ja, nuk pajtona profesor me Emanuel, se këpi lëvizjes Deçanit kanë rridhë lëvizje tjera, siç është lëvizja e Orbergoshi, lëvizja për rikthim, e cila thotë po ta shtja për na pyet për lëvizjen e Deçanit apo lëvizje tjera. Po e njëjta është. Unë vlerësoj, këto nuk është një çështje që nuk ka mirë me diskutuar. Na seriozisht tash i kemi rrugë, qaç ti, ma që asnjënës ka pokën së pjasë. A këtemi edhe njerë, e kam një pyetje për profesorin, edhe krejnë të fund, ja vendosme një kapak, për i ditit. Profesor, shpesh të thuj në vendin tunë, dhe më thonë, i kemi posë kështu bisedë private, vendi jonë është për shembull shtet laik. Mirë po, a ka në dallimi prej laicizmit edhe sekularizmit? A janë njëjtë? Në sens, duke njëjtë. Shtetet laike janë shtetet që domthonjë zbatojnë ligjet që i miraton kuvendi. Domthonjë janë ligjet që nuk zbatohet ligjet fetare. Mirë po, në disa raste ka deviju në ekstrem. Për shembull në Shqipëri është pallë shtet ateist në vitin 1967, vetëm shtet. Është pak ma strikte në çështjen e respektimit të fesë shtetet laike. Në sekulare është pak më e butë. Nuk të përzihet shteti, mundesh me zhvillu aktivitetin kish ose në xhami, domthonë e kanë pak a shumë një kuptim. Shteti laike, domthonë lejohet, po janë pak më strikte. Në sekulare publik për shembull. Nuk është ashtu në kuptimin konsensuales. Laike ku zbatohen ligjet që i miraton kuvendi i Kosovës këtë rast, kuvendet komunale. A është gabim na me thonë shtet laik Kosova? Tash është hy ashtu, mund themi edhe sekulare dhe laike. Sekulare është me e butë, në kuptimin që mund të zbatohen besimet fetare në xhami ose kisha. Mirë po në shkolla, në komunë, në biblioteka, në spitale ose zbatohen ligjet dhe rregullat që i zbatojnë institucionet shtetërore. Për fund e kam pyetjen e fundit që e kam
kam për gjithë se cilën, po mëroj kështu edhe, kam malë në një pyjtën, ashtë da, linë atë këto. Si ta ruajmë identitetin shqiptar? Profesor, për filloj me prej teje, se ty ta kam Unë e thash fillim, unë ndihem shumë i lumtur, po them kushtimisht që jam shqiptar, dhe shpesh tham feja është bindje, gjaku është fakt. Ne duhet të arrujmë identitetin kombëtar, duhet të respektojmë diversitetet fetare që i kemi tash qindra vjet. Ne nuk guxojmë të themi që ne shqiptarët musliman jemi ma shqiptarë se shqiptarët katolik, ose ne të në kohë shqiptarët katolik ose ortodoks janë ma shqiptarë se shqiptarët musliman. Neve na specifikon, e thashtë edhe në fillim, ne si popull na dallon. S'është mund të jesh musliman, po shqiptar. Te popujt tjerë kjo nuk lejohet dhe pra është një thesar i madh që duhet ta ruajmë, duhet ta shmojmë, duhet ta kultivojmë. Sikurse që e përmendu më herë rastin e priftit dom Kelmen Spashit. Është thesar i veçantë. Domethënë, unë vlerësoj që identitetin ton duhet ta ruajmë çysh e kanë ruajt paraardhësit tonë, edhe pse kanë kaluar në Islam, e kanë ruajt identitetin kombëtar shqiptar. Edhe pse kanë kaluar në krishterëm, e kanë ruajt identitetin arab ose alban e më vonë shqiptar. Prandaj unë vlerësoj që ne mbi gjitha duhet na bashkojë gjuha, kultura, historia, tradita, besa, gjaku, gjitha këto, e pse jo edhe diversitetet fetare që janë thesar dhe që janë diçka që për shumë të huaj ndoshta janë pakapshme, po ne i kultivojmë dhe i ruajmë. Prandaj bëj thirrje për një bashkëjetesë, për një tolerancë që kemi shembull. Tolerancë mos është pak rand. Harmoni, se tolerancë. Bashkëjetesë do të thoya, edhe harmoni, se toleranca po, këtë drejt që e kemi pasur dhe ta vazhdojmë. Tolerancë. Hoxh, çka mendoni ju? Si ta ruajmë identitetin tonë shqiptar? Po duke respektuar njëri tjetrin, duke nderuar njëri tjetrin, duke mos i punuar mas shpinën njëri tjetrit. Mos më rrugë për fe. Po normal kjo shembull që bëj ne e kemi shembullin më të mirën, i shefni fare mirë ai na im Tërnava kur i kanë kërshëndellat, shkon ja uran. Shumë mirë. I peshvi Kosovë kur është Bajrami shkon ja uran. Edhe unë kom tregu edhe në emisionet të më hershme, kam një shok të ngushtë, pa laskën, kam qenë ushtarë me ta, më ka gjinë një kohë që faktikisht ka qenë kohë e pa kohë, edhe më ka bo dëshmitar, më ka shpëtu për i burgu shkort edhe Shqip, mirë po, 3 muaj unë kam qenë pas me uniformë, se s'm kanë nënë ardhe ndorë, se kanë mendu që mos pi gjejkun e pluman e diçka, se më kanë akuzuar që jam në organizatën e këtij Kelmen